arbërina, vajta kalova gjithë Kalabrina, as kum nuk gjeta si Shqipërina. Dy manu shaqe në dorën time, ja zgjata njërën arbreshësime. Dy manu shaqe në dorën time, ja zgjata njërën arbreshësime. Elul, 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 e matë mate, se unë për ty, se unë për ty, se unë për ty, e dalle fate, e dalle fate, e dalle fate, e dalle fate, është e vërtetë, se zemra ime, se zemra ime, se zemra ime jeti vetëm. Vajta kalova gjithë Kalabrina, as kun nuk gjeta si arbërina. Vajta kalova gjithë Kalabrina, as kun nuk gjeta si Shqipërina. Dy manu shaqe në dorën time, ja zgjata njërën arbreshësime. Dy manu shaqe në dorën time, ja zgjata njërën arbreshësime. Elul, 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 e matë mate, se unë për ty, se unë për ty, se unë për ty, e dalle fate, e dalle fate, e dalle fate, e dalle fate, s'është e vërtetë, se zemra ime, se zemra ime, se zemra ime jeti vetëm. Faleminderit shumë Qipi. Zonja Zotëri, mi mbrëma, përshëndetje të gjithë dhe mirë se keni ardhur sonte në emisionin e parë dhe të vetëm të diasporës, i vetmi i këtij lloji në Zvicër tash 8 vite. Faleminderit shumë, mi mbrëma të gjithë dhe mirë se keni ardhur, me zemër ju përshëndes dhe e dua një përshëndetje dhe një duar trokitje vetëm për juve. Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se keni ardhur në sezonin e ri të Folk Shqip Show-t. Uroj të kaloni një mbrëmje sa më të bukur në shoqërinë tonë dhe shpresoj të na ndjekni gjithë sezonin. Mirëmbrëma të gjithë dhe nga ana ime, faleminderit shumë që keni ardhur dhe uroj që të kalojmë një mbrëmje sa më të bukur në praninë tuaj dhe me ne. Dhe Altin, përpara se ndërkohë që po i prisnim të ftumë, të erdhi një zotëri dhe më tha që e pas keni bërë vënin këtu mrekullie dhe unë mendoj që magjia dhe mrekullia e kësaj mbrëmje janë të gjithë këta njerëz që kanë ardhur sonte. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit nga zemra gjithëve, faleminderit nga zemra gjithëve. Zoti Mustafa Nano, mirë se ke ardhur, ambasadori i Shqipërisë. Faleminderit mirë se ke ardhur. Zonja Armela Krasniqi, faleminderit shumë që ke ardhur. Faleminderit shumë zoti Naim Malaj bashkë me Albanen, faleminderit shumë gjithëve. Ozon Hair Clinic, faleminderit shumë. Berisha Group, faleminderit shumë që keni ardhur. Doki, ADC, Advanced Dental, faleminderit shumë. Sado, gjithëve, Roland, Agron, Kushtrim, gjithëve me emër Doki, Bilali, Artoni, gjithëve me emër tashi, kush është tjetër? Gjithëve ju përshëndes, ju falenderoj nga zemra që keni ardhur sot. Realisht e nisëm pak më ndryshe se herë tjera sepse Big Upi nuk na punoi. E kur një fije na kputet neve tani fillojnë më kputni nga një. Por
sonde mos mërzitini nga falendrimet tona. Dua të falenderojmë Çipin, këngëtarin tonë që na disponoi me këngën e hapi sezonin, edhe në kitar ishte Shëner Rexhepi, faleminderit shumë Shëner, në synt Altin Selmani. Shumë faleminderit Urdhërar Turkitje. Falenderojmë sponsorët tanë për këtë sezon që na shoqërojnë Full Ship Show. Full Ship Show tashmë 8 vite nuk do kishte mbjetuar dhe nuk do kishte funksionuar realisht pa mbështetje dhe pa sponsor. Dua t'i falenderoj partnerit tanë Berisha Group, Naim Berisha, faleminderit shumë nga zemra që jemi me Full Ship Show. Faleminderit shumë IBAS, banka online IBAS, Gazmend Selmanin e kemi diku apo jo? Nuk ka arritur akoma. Faleminderit shumë Prishtina Tiket, e cila operon në 16 shtete tashmë edhe nga Zyriu, edhe nga Bazeli, edhe nga Gjeneva. Atëherë, faleminderit shumë Prishtina Tiket, faleminderit shumë Ozon Hair Clinic, Balmira Xhani, Adem Mulaj, se kështu thon Xhani edhe unë. Adem, jo. Burrat me mjekër se marrin mbiemrin e gruas. Faleminderit shumë Advance Dental, Fisnik Megaj, faleminderit shumë nga zemra. Faleminderit shumë AM Food, Fadil Jakupajt, falenderoj nga zemra që jemi me Full Ship Show. Faleminderit shumë M Transport, faleminderit shumë M Transport, Angel Mahmuti, faleminderit shumë Kompleksi Anesi, Valon Ramushit, faleminderit shumë Autoriteti Mediave Audiovizive, Armela Krasniqi, faleminderit shumë për mbështetjen që jemi me Full Ship Show. Do kemi pastaj një lojë shpërblyese, do isha lutur gjithëve që të shkarkoni IBAS, e lexoni edhe këtu. Në qofë se do një me fitu gjithmonë, në qofë se do një me fitu, keni lek bol, mundeni mos me lujt edhe pa problem. Dua të falenderoj nga zemra edhe organizatorët e kësaj mbrëmje. Kush na ka ndihmuar për ta organizuar këtë vend, këtë bynë, këtë dekor, gjitha këto banera, dua t'i falenderoj sepse realisht pa ndihmën e këtyre nuk do kishim mundur ta bëjmë kaq bukur. Faleminderit shumë për hapësirën në Radio Televizioni Seni, që gjithmonë jemi live prime time çdo të shtunë në orën 20:30. Faleminderit shumë Bolero Klub, diskoteka që realisht sjell të gjithë këngëtarët më të mirënjohur të stradës çdo vikend, Arton Shefkiu. Faleminderit shumë nga zemra dhe Arstrit Islami. Faleminderit shumë nga zemra. Në Bolero mundeni jo vetëm muzikë çdo vikend, por edhe ahengjet tuaja familjare mund t'i realizoni në këtë event. Dua të falenderoj Jona Bau. Ku është Jona Bau? Ku është Rexha? Rexhi, dashur, të falenderoj nga zemra për këtë punë të palodhshme që na ke dhënë dhe na ke bë një punë të mrekullueshme. Të falenderoj nga zemra. Faleminderit shumë Gëzim Ibrahimi, Loçki nga Gjilani, faleminderit shumë Peksi Reklamën. Të gjitha këto reklama që shikoni mbrapa i keni nga Peksi Reklamën. Pra, mos e ndroni dorën nëse do një punë shkëlqyeshme. Faleminderit shumë Peksi. Këshira, ka ardhur Anton Këshira, restorant Leci Grund. Faleminderit shumë për suportin tuaj, faleminderit shumë dekori Zeli Deko, faleminderit shumë Zeli Deko, Pranvera Veliu. Ana Knushi, faleminderit shumë për punën e palodhshme, falenderoj nga zemra. Marigona Aslani, faleminderit shumë nga zemra për punën e palodhshme që na ke ndihmuar sot. Të trija ju falenderoj me zemër. Dua të falenderoj edhe Ndriçimin. Ndriçimi është një firmë zvicerane, më duket kishte nejtë shumë me shqiptar. S'ka ndodhur ndonjëherë, merri realisht 6.000 franga bën një dritë nga këto që na ndriçon. Jagu i ke, tha vetëm thuj 12 plus, Jagu është reklama. Një firmë zvicerane në Zvicër e cila ndriçon jo vetëm studiot tona, por gjitha rrugët e Zvicrës. Faleminderit shumë 12 plus. Faleminderit nga zemra. Çokoladat, nëse shikoni, keni një çokoladë përpara apo jo kështu? Apo i keni hangër ju punëtorët e mi? Hajde, mos keni mrak, ju boft mirë, mos keni mrak. Atëherë, çokoladat janë nga Gift by Kaja. Gift by Kaja janë turq, më duket, një çift Fidan und Ahmet Kaja. Faleminderit shumë për këto çokolata. Mund të bëni edhe porositë tuaja për eventet tuaja që keni dëshirë. Artbau, Artani, faleminderit shumë për mbështetjen. Mercedes Astriti në Prishtinë, faleminderit shumë për suportin. Kristian Oroshi, faleminderit shumë për suportin tënd. Faleminderit shumë Two Jobs Temporary më gjigant në Zvicër. Restorant Da Paolo, Pauli, faleminderit shumë për mbështetjen tënde. Stafi im i mrekullueshëm ju dua shumë nga zemra. Nardi reklamën, betimi, gjithë me radhë. Ju dua shumë, tash ju lodha. E di që keni me mshah sot, puni pranoj gjitha çamet e juve. Ju lënën shoqërinë një këngë nga Çipi tashi, edhe dalim pastaj me disa ftesa në sken. Faleminderit shumë, faleminderit shumë.
Kujtove natë e para, shikur vinte në Prishtinë, unë e ty si dy këngëtare, të shpërisnim për ardhmërinë. Unë të doja, ti më doje, e logo i gjelbër të gërmis, ytë mbi qelë na bënin roje, e disa gjelbronin prej lakmisa, sa rohet ngrotësie e pa, kur pranvera ishte në Prishtina, unë e ti si dy këngëtar, thurni vargje për ardhmërinë, sa rohet ngrotësie e pa, kur pranvera ishte në Prishtina, unë e ti si dy këngëtar, thurni vargje për ardhmërinë. Kujtohet natë e para, shikur vinte në Prishtinë, unë e ti si dy këngëtare, për shpërisnim për ardhmërinë. Unë të doja, ti më doje, në logo i gjelbër të gërmis, ytë mbi qelë na bënin roje, e disa gjelbronin prej lakmisa, sa rohet ngrotësie e pa, kur pranvera ishte në Prishtina, unë e ti si dy këngëtar, thurni vargje për ardhmërinë, sa rohet ngrotësie e pa, kur pranvera ishte në Prishtina, unë e ti si dy këngëtar, thurni vargje për ardhmërinë, në Prishtinë. Faleminderit Qipi, faleminderit shumë. Në qoftë se shikoni se po hapem sot edhe po fryem pak, du ta dini që kam një orë të shtrejtë në dorë, një orë të mirë. Ora ati që jemi rritur gjithmonë duke parë filmat e tij. Realisht kemi mësuar dhe italishtën në Shqipëri duke ndjekur filmat e dubluar në gjuhën italiane. GBC, ora Vandamit, kushtrim Musliu. Ku është kushtrimi? Ku është kushtrimi? Së shtu. Kushtrim, ku je Loçk? Faleminderit shumë i dashur për dhuratën e mirë që na ke bërë sot. Helfer Gjenev, faleminderit shumë Zotit Rujt për këtë dhuratë gjigante. Tash kam frikë se më pusin dorën sot, por i kam marrë një 4-5 veta shoqërues. Nuk kemi asnjë lloj mundësie sot pa e festu dhe pa e hap këtë emision duke marrë një fjalë përshëndetëse, një mesazh sipas dëshirës tij dhe duke i uruar mirëseardhje dhe falënderime që ka gjetur kohën për të qenë i pranishëm sot zoti ambasadori i Shqipërisë në Gjenev, zoti Mustafa Nano. Të ftojmë me duar të rokitje zoti ambasador për një fjalë të rastit. Mirëmbrëma të gjithëve. Unë nuk kisha përgatit që do të gjej një organizim të tillë kaq të bujshëm, me thënë drejtën, isha përgatit për të marrë pjesë në një event më modest dhe më pak spektakolar. Edhe më vjen mirë që një gazetar përuron sezonin e vet televiziv me një organizim të tillë. Në Tiranë një gjë e tillë nuk parabohet, edhe unë po e shoh se një gjë me interes, mund të bëhet edhe në Tiranë. Është një mënyrë e mirë për të inauguruar një sezon televiziv. Unë të uroj ty një sezon të mbarë, të uroj edhe suksese në punën tënde si gazetar. Vjen mirë që
që je gazetar dhe ti je një nga pak kolegët e mi, sepse unë mendërisht edhe si thuash shpirtërisht jam dhe do të jem gazetar, mbetem gazetar dhe me të mbaruar të misionin këtu do kthehem përsëri në profesionin e gazetarisë. Kështu që e di shumë mirë se çdo të thotë të nisësh një sezon televiziv, të bësh ndërkohë që je duke bërë një program televiziv. Të uroj shumë sukses. Shumë faleminderit i dashur. Shumë faleminderit, kënaqësi që të kemi sot këtu. Shumë faleminderit. Shumë respekt. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Eduard Rogiti, ju lutem për ambasadorin zotin Mustafa Nano. Faleminderit shumë. Në fakt nuk keni faj se s'keni ngrënë, më vonë do hani, për më pasi Eduard Rogiti më të fortë. Megjithatë, tashi përsëri me gjithë respektin do të ftoj me skenë, me gjithë respektin sepse ka ardhur ekstra nga Tirana, kryetarja e mediave audiovizive, për rubrikën, sepse do jetë një rubrikë interesante që do ta shikoni çdo javë në vazhdim. Ju e shikoni që shpesh herë ne bëjmë gabime edhe në artikulim dhe në shprehur në media, por sot për rubrikën Mëso Shqip, në emisionin Fol Shqip, kemi të ftuar zonin Armela Krasniqi me Eduard Rogitje. Mirëmbrëma të gjithëve. Faleminderit shumë të gjithëve që jeni këtu. Sigurisht kam ardhur nga Tirana dhe kam menduar mirë para se të vija pas bisedave tona Altin. Sigurisht jam shumë falenderuese për ftesën dhe falenderuese që jam në këtë mjedis kaq të mrekullueshëm me këtë atmosferë kaq të bukur. Të falenderoj dhe patjetër të uroj për iniciativën e cila ka qelluar rastësisht të ketë njëjtin emër para shumë. Pasi edhe në Tiranë kemi nisur iniciativën Fol Shqip. Jam shumë e kënaqur që jo vetëm kemi gjetur përkrahje të jashtëzakonshme brenda kufive të Shqipërisë për këtë nismë, por pas kemi qenë në të njëjtin front Altin. Dhe me emisionin tuaj në një ekran kaq të rëndësishëm siç është RTV 21 në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut. Ndërsa sot jemi të gjithë këtu bashk, shqiptar nga Shqipëria, nga Kosova, nga diaspora, për të shërbyer një prej thesareve më të çmuara që kemi ne si shqiptar, gjuhës shqipe. Ndihem falenderuese që jam sot këtu për shumë arsye. Së pari, sepse jemi të gjithë bashkë për një kauzë kaq të rëndësishme. Ju do ta ndiqni edhe në emisionet që do të vijojnë dhe do të shihni për çfarë bëhet fjalë. Por do t'ju sqaroj me pak fjalë. Autoriteti i mediave audiovizive ka filluar monitorimin për gjuhën shqipe. Pasi ka shumë fjalë të huaja që hynë dhe ndërhynë tek gjuha jonë shqipe. Dhe ne të gjithë bashk duhet të fillojmë të sensibilizohemi, pasi ne kemi këtë thesar të çmuar. Patjetër globalizmi dhe e gjithë ritmi i jetës tonë të përditshme sigurisht është mjaft i shpejt dhe disa fjalë na ndërhyjnë. Por duke nisur nga emisioni Altinit, dhe unë shpresoj shumë që ky kontribut të jetë për secilin prej nesh një zile në mendjen tonë. Sa herë që mund të përdorim edhe pa dashje brenda fjalës tonë një fjalë të huaj, të kujtohemi se ka gjegjësen e saj në gjuhën shqipe. Duke ju falenderuar Altin, shpresoj që ky kontribut jetë i vlefshëm për gjithë shqiptarët kudo që janë. Faleminderit. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Eduard Rogitje, Armela Krasniqi, faleminderit nga zemra që je pjesë sot në festën tonë. Helfer Gjenev, kushtrim edhe herë faleminderit se më duket mos thash në gjerë më gabim shpar. Falenderoj nga zemra vëlla. Ju nëse dini, apo për pjesën që nuk e din, si përfaqësuesi shtetit Kosovës, shtetit shqiptar, kosovar, është një konsull i ri i cili është një djalë realisht që po lën një gjurmë shumë të mirë në Zvicër, Vigan Berisha, zoti Vigan Berisha, konsull i Kosovës. Kam dëshirë, Vigan, ti jesh pjesë e jona për një përshëndetje. Pasi po bën një punë të mrekullueshme dhe nuk kemi se si të lejmë pa një se meriton. Faleminderit shumë, Vigan Berisha. Në fakt, ardhja mysafirëve do ishte ideale të vinë këtej nga përpara, por mos me kursy kilometrat më mirë bishë. Më bërë të skuqëm pak, faleminderit shumë, i nderuar ambasador Nano, i nderuar ambasador Amala, shumë të nderuar të pranishëm, Dr. Sali, Dr. Vajgjit, të nderuar ndërmars, më lejoni që në emën të
Konsulatës së Republikës Kosovës në Qyri. T'i urojmë autorit të emisionit edhe krejt ekipit për fillimin e sezonit të ri të emisionit Full Ship Show. Ju jeni bë një vend ku promovohen shqiptarët e suksesshëm, bizneset, politikanët e tjerë, kështu që ju urojmë ju shkoft mbar në sezonën e re edhe shpresojmë kemi bashkëpunim më të ftehtë. Shumë faleminderit, shumë faleminderit, shumë faleminderit. Respekt, Duart Rokitje, Vigan Berisha. Tashi, realisht, të themi ambasador, për mua ambasadori, por nuk dua ta nxjerr në skenë, dua ta ashtu sot, por për mua ambasadori i Kosovës, edhe pse dikush është tjetër në detyrë ngelësh gjithmonë, Najmalaj, zoti Najmalaj, faleminderit që je sot i pranishëm, shumë respekt. E tashi ftojmë në skenë për të na ardhur për një mesazh tjetër. Dash zoti, nuk jam e ngatruar me këto letrat. Ja ku e kemi tashi. Fillojmë me partnerët tanë. Kam dëshirë që të na vi për një mesazh zoti Gazment Selmani. Lutem, banka online i BAS po bën një bujë dhe na shërben gjithëve, na duhet gjithëve dhe sot dua të vi vetë Gazmenti për ta prezantuar në këtë skenë. Faleminderit shumë i dashur Duart Rokitje. Faleminderit shumë. Mirëmbrëma. Faleminderit shumë për ftesën dhe mundësinë. Unë jam Gazmenti, Gazment Selmani, vi prej Kosovës, Kosova e cila historikisht është ndihmuar pafundësisht nga diaspora, që nga mbijetesa, lufta, pavarësia, shtetëndërtimi e ditët e sotme. Unë sigurisht që jam zoni më i vogël prej Kosovës mi përcjell gjithë ato falënderime, por t'jeni të sigurt që kushdo që është i arsyeshëm e normal do të jetë mirënjohës gjithë jetën. Tani më lejoni të flas pak për IBAS, që është shkurtesë e Innovative Banking and Attractive Solutions. Është një institucion financiar i licencuar prej Bankës Qendrore të Kosovës dhe mban 4 licenca. Është licenca për pagesa, për transferë ndërkombëtare të paras, për kredidhënie dhe për këshillime të investimeve në instrumente financiare, siç janë aksionet, obligacionet dhe commercial receipts. Kush janë në ekonomi e din çfarë instrumenta financiare janë këto dhe sa të rëndësishme janë. Pas licencimeve adekuate në Kosovë, kemi ndërtu partneritete ndërkombëtare ku kemi arrit që përkundër që jemi institucion që operojmë në Kosovë, me ju dhënë dhe me ju gjeneru IBAN number ose llogari bankare ndërkombëtare të gjithë kosovarëve që plotësojnë kushtet ligjore, pavarësisht qofshin individë apo biznese, të kenë IBAN që ka qasje në SEPA, Single European Payment Area, që mundëson transferet e shpejta Kosovë, diaspor dhe anasjeltas për institucionet që janë pjesë e SEPA instant, transferet në Kosovë vinë brenda sekondave, dhe me një tarif në rastin të pakoja me thjesht, që të rastin pakoja standard, me një tarif prej vetëm 3 euro për çfarë dëshume qoftë ajo. Mendojmë që kështu i kemi ndihmu diasporës, po ashtu edhe familjarëve të tyre në Kosovë. Përveç kësaj pako, ka dhe pako tjera, një ndër pakot që është pjesë e shpërblimeve, është emërtu Integra, që është sinonim i integrimit të familjeve që jetojnë jashtë Bashkimit Evropian me familjarët e tyre në Bashkimin Evropian. Do t'jenë 5 llogaritë të tilla, të cilat përveç transfereve pa tarif, ofrojnë edhe një BNPL shumë, ose Buy Now Pay Later, pa interes prej 200 euro. Pakot të tilla ka plot, shërbimet të tilla ka plot, minutazhi është e kufizuar dhe koha juaj është shumë e vlefshme. Për shpërblime tjera sigurisht që Altini ka me nda me juve, po kjo ndoshta ka qenë pak më kompleks dhe ka pas qefin më dhënë mundësinë me i falendëru juve për diasporën, si diasporë për kontributin që keni dhënë në shqiptarie me theks të veçantë në Kosovë. Faleminderit. Shumë faleminderit i dashur. Shumë faleminderit. Duart Rokitje, Gazment Selmani, faleminderit shumë. Shumë respekt. Atëherë, partneri joni, Full Ship Show, që kam dëshirë të vit promovoj biznesin e tij që po bën bujë realisht në gjithë Kosovën, në Podujev, në Prishtinë, në Vitin, në Fushë Kosovë, gjithandaj zoti Naim Berisha me Duart Rokitje të ftojmë i dashur në skenë.
Përshëndetje të gjithë. Është nderë dhe kënaqësi që jemi në këtë spektakël kaq madhështor, kaq të bukur, që po na bën muni kudo që je, sikur me kon Prishtinë, si me kon Tiranë. Për investimet tona unë kisha fol pak, mirë po puna jonë po flet shumë në realitet edhe po flet shumë në teren. Kudo që shihni ndërtimet cilësore, ndërtime kualitative, gjeni te Berisha Group. I gjeni në Prishtinë, Staldini, i gjeni në Podujevë, në fushë Kosovë, në Gjilan edhe në Viti. Gjilan. Edhe në Gjilan. Janise, hajde për herë. Ishte e freskët kjo. Faleminderit shumë. Naim, të Berisha Group unë e ti kom shi bashkë. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit dashur. Shumë faleminderit. Gjuar Trokitja, ju lutem, Gjuar Trokitja. Zoti Valon Gashi, mirë se ke ardhur i dashur. Falenderoj se harrova realisht edhe e meriton sepse nuk na ke munguar asnjëherë në festat tona. Faleminderit nga zemra. Faleminderit. E meriton. Faleminderit shumë. Ftojmë për fabrikën e tij, një sukses realisht i madh, i mirë në Zvicër. AM Food, keni dëgjuar, që është një fabrik e mishit cilësor, përveç mishit ka dhe produkte nga vendlindja që i sjell në Zvicër, që quhet Hana, një brend i ri. E ftojmë Fadil Jakupaj për ta prezantuar biznesin e tij. Faleminderit shumë, Eduard Trokitje. Mirëmbrëma Altin, mirëmbrëma të gjithëve të pranishëm, faleminderit shumë për mundësinë, të uroj suksese në programin e palodhur, që na jep mundësi të gjithëve. Në emër të firmës time personale, të firmës AM Food, si që prezantoi Altini, uroj suksese të pandërpreme. Faleminderit për mundësinë që ma dhe mundësinë të prezantohem edhe një herë. I faleminderoj gjithë konsumentët që ushqehen me prodhimet tona. Ne merrem zakonisht që 30 vite plot me prodhimin dhe shpërndarjen me shumicën që Zvicrës. Gjithashtu e kemi edhe një brand të ri që thirret Hana. Ju uroj suksese gjithëve, faleminderit për besimin edhe faleminderit Alsin, suksese. Shumë faleminderit e dashur Fadil Jakupaj. Me Eduard Trokitje. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Përsëri kemi suksese dhe biznese që janë shoqërues me Full Ship Show. Realisht, ta them me zemër që Full Ship Show ka nevojë për bizneset, por bizneset ka nevojë për Full Ship Show për arsyeën e vetme se jo për të shitur mend, tash të flasim kështu si flitet nëpër kafe, po miliona shikime i kemi. Vetëm këtë sezon në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, në të gjitha postimet që janë bërë, ne kemi arritur të kapim 82 milion klikime në rrjetet sociale. Plus në televizion që shikohemi vazhdimisht çdo shtunë prime time, dhe realisht secili biznes që është bashkëpunëtor me neve është shumë i kënaqur dhe jemi edhe ne shumë të kënaqur kur biznesi ka sukses me partneritetin ton. Kështu që gjithmonë për këto suksese të Full Ship Show, unë falenderohem personit parë që i ka dhënë mbështetjen dhe ka besuar në idenë ton dhe në idenë time konkretisht. Zoti Arif Sulejmani gjithmonë ka qenë ai që pamnjohur ka besuar që ky emision do të heci dhe sot edhe ai edhe unë jemi të lumtur bashkë për këtë sukses. Radio Televizioni gjithmonë i falenderojmë për hapësirën që ka dhënë, por gjithmonë partnerëve të mi sepse pakta s'ishte realizuar dot. Stafi tim të mrekullueshëm që ju e dedikoj gjysmën e suksesit tim, gjysmën po e lë për veten nëse ma lejojnë. Shumë faleminderit edhe herë. Pa humbur kohë, e ftojmë klinikën më të famshme, më me emër, jo vetëm në Ballkan, por tashmë i mori edhe gjermanët, edhe francezë, edhe zviceranët të gjithë për t'ja u mbjellur flokët. Valmira Zani, e ftojmë me Eduard Trokitje, unë big up Jonas Bide, Valmira Zani, po të shkoj. Përgjith, përshëndetje, sa ju së ndëgju. Përshëndetje për gjithë mesafirë që janë sonë të këto, edhe për doken ka shbukur. A bevren Altin që s'ka ma qerosa? Shiko, herë i kena prit të shofim kush ka nevoj për ozonë. A ka në i qelë këtu që ka nevoj për ozonë, se mas vonë e kena një lojsh për blyse, ta dini? E kemi një lojsh për blyse ma vonë që dikush mund të fitoj një mbjellje gratis,
Mbjellja kushton 2.000 euro, e ta dini. Alten, edin që je partneri jonë më i mirë, do të thotë ai që na ke jep krah prej ditës parë. Kështu që unë sonte... E ke sinqerisht? S'po bëj shaka. Kështu që unë sonte edhe të kam thënë edhe në emisione tjera, sa herë që kam marrë në Zvicër, vi vetëm për risi, edhe sonte do të thotë ekskluzivitetin në një gjaje që është shumë më rëndësi për mu, edhe për klinikën Ozon, po e tham këtë në emisionin tënë. Klinika Ozon po hap dyrë të një objekti të ri, do të thotë po ndrojmë lokacion, edhe kemi bërë një super objekt, do të vish edhe në hapje, patjetër të presim. Kretë kjo do të thotë arsyeja pse është ky zgjerim, se disa po mangohen për termine. Kështu që mos ka do të thotë të lashëm me procedurën e termineve. Kretë kjo është për shkak që klinikën Ozon nuk e frekuentojnë tash sidomos 2 vitet e fundit, do të thotë jo vetëm shqiptarët, kemi klientelë mbar kombëtare, do të thotë sa që kemi mbri edhe në Zelandën e Re. Kush kishte më thënë Altin që para 7 viteve sa njefemi ne, që kanë marrë influencerët më të mirë të Zelandës Re edhe të bojnë mbjellje floko në Kosovë edhe ta zgjedhin pikërisht klinikën Ozon. Kjo na faleminderit shumë. Kjo na gëzon jashtëzakonisht shumë. Mirë ajo që më bën më tepër të lumtur është sepse në këtë aspekt ne po ndikojmë edhe po lobojmë realisht edhe për Kosovën, edhe për një imazh do të thotë jo siç na paraqesin shumica media ndërkombëtare, do të thotë njerëz po vinë po shohin që Kosova është tamam një vend evropian dhe mbi të gjitha që kemi kulturë dhe punë do të thotë profesionale. Kjo është ajo shumë e rëndësishme. Nuk duhet më harru asnjëherë klientelën, ata që na kanë vruar deri këtu ku jemi sot, edhe top klienta që i kemi Zvicrën, si gjithmonë. Faleminderit shumë Zvicra. Jo vetëm pse jam këtu sot, po e kam thënë çdo herë, do të top klientat i kemi nga Zvicra. Kjo na bën që të punojmë, të vazhdojmë më fuqishëm. Po ashtu mos të harroj do të thotë asnjëherë, njeriu që më qëndron jo mbrapa, por çdo herë për krah meje, do të thotë burja madheme. Në herë edhe në krah çdo herë. Po atë karriera ime s'kishte më qenë kështu. Ty të uroj shumë suksese në sezonën e re, edhe gjithë klientelën tash do të thotë që do të vinë, jemi në objektin e ri, betimin e presim. Shumë matit kom prit, s'është më bë me dorë. I presim do të thotë në një lokacion të ri edhe me pajisjet me moderne, siç kanë qenë çdo herë te Ozoni Hair Clinic. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit dashur. Shumë faleminderit Valmira Xhani. Faleminderit shumë. Jo, desha më thanë që e bukura sponsorëve dhe njerëzve të suksesshëm që takojmë në Folship Show, është se i mundsojnë të tjerëve dhe i inspirojnë, dhe është edhe diçka tjetër shumë e bukur se të bajnë krenar se sa të suksesshëm dhe sa punëtor janë shqiptar në mbar botën, domethënë jo vetëm në Shqipëri dhe në Kosovë, po në krejt diasporën, është vërtet krenari. Për ndryshe Ozon Hair Clinic realisht po bën një punë të mrekullueshme dhe tash me objektin e ri do ta dyfishoj mrekullin dhe t'ja them edhe Valmirës se është skeptike. I them shpeshherë je mikesha ime më e mirë në Prishtinë, thotë jo, thotë ti e ke me marrë në lek thotë për sponsor. Jo, jemi kesha ime më e mirë në Prishtinë, Valmira, kështu që ta dish. Suksese. Vazhdojmë me tjetër biznes që është shoqëruesi Folship Show. Të gjithë janë të shenjtë për neve. E kemi doktor i cili ka studiuar edhe në Prishtinë, por edhe në Amerikë dhe po bën një bujë të madhe. Mos t'i them emrat e personaliteteve se kush i ka rregulluar dhëmbët e Doki që do ftoj tash në skenë, por do të thuash, po e theti, ha? Ti, tjetër, po. Tjetër që njihet politikan diçka, s'po e them, le t'i lem në emisionet e rallës. Në emisionet e rallës do të zbërthejmë, sepse sot po bëjmë inaugurimin e bashkëpunimeve, çdo javë do ta shikoni në emision secilin biznes me detaje. Fisnik Mekaj, doktor Fisnik Mekaj, mirë se vjen me Eduard Rokitje, bite. Mirë mërëma të gjithve, mirë mërëma dhe juve, faleminderit shumë për thirrjen Altin. Fillojmë për biznesin edhe për mua.
Për si ta dish ti, për biznesin. Oje, unë jam Fisnik Mekaj, që 22 vite jam dentist, që 18 vite jam kirurg oral. Shkollën e kam kryer në Prishtinë, stomatologjinë dhe kirurgjinë orale, pastaj edhe për herë dytë, trajnime dhe specializime në Amerikë. Kemi një klinikë në Prishtinë që 21 vjet, kështu që është Advanced Dental Center. Aty kemi një staf për 36 persona, do kemi 6 doktora, kemi laboratorin tonë, ku vetë i prodhojmë korora, advenirës, të gjitha tjerat. Implantet dhe pjesët tjera importojmë zakonisht nga Amerika dhe jashtë, nga Gjermania. Kemi pajisjet më të reja si gjithmonë dhe bëjmë një shërbim shumë të mirë për klienta. Jemi klinike e shumë ambasadave në Kosovë, Kforit, Unmikut, gjithashtu dikon rreth 40 dhe 50% pacientave kemi nga diaspora. Që që mendojmë që edhe në të ardhmen t'i shërbejmë një që kemi shërby deri tash. Faleminderit. Shumë faleminderit gjitha. Faleminderit. Shumë faleminderit. Respekt, shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Ore, ta themi Barcaleta, më lejoni ta them qoftë se mbaj mend. A mund ta themi Barcaleta apo jo? Po jo? Jo? Okej, lesh. Po, okej. Atëherë. Mush një menen, sepse nuk e thot. Jo, po jo, realisht jam të dyshu a di apo s'di, apo e majmen apo se majmen. Elsado Maksuti, mirë se ke ardhur, vllachko. Një Amerikan shpall një konkurs pune. Deri tash e thash mirë, pa thonë asnjë gjë. Dhe e nxori për të bërë një vilë, dhe poshtë vilës sa du të bëjë një tunel, që të ketë kalim poshtë edhe prej tunelit ngjitet lart të shtëpia. Dhe u lajmërohet një shqiptar, një kompani shqiptare, u lajmërohet një kompani gjermane, u lajmërohet një kompani zvicerane. Okej, shkojnë të Amerikani dhe i thohet zvicerani, hej, guten tag, si flasin kështu dhe i thotë që unë thotë mundë me ta bëj tunelin, thotë. E nisim thotë tu e gry malin këton, e gry malin edhe nonën tjetër, e diku pa u bo një 50 metra, tha, e dim ku jemi, tha, edhe bëhemi bashkë. Në rregull, e morim mesazhin e zvitranit. Gjermani thot, guten tag edhe ai flet me amerikanin, thot, edhe ne thot, e nisim tu e gry malin në këton, e grym edhe në këton, diku pa u bo 20 metra, tha, e dim ku jemi, përpjekemi bashkë dhe bëhet tuneli. Në rregull, shkon shqiptari, thot, edhe unë thot, e gryjnë këton malin, e gryjë edhe nonën tjetër, nëse s'bona bashkë i ki 2 tunele me të njëjtin çmim. Ishte e bukur më duket, apo jo? Kam dëshirë të ftoj një tjetër biznes i cili realisht është biznes i ri dhe shumë i suksesshëm. Kur themi suksesshëm, e kemi provuar gjatë gjithë verës duke transportuar nga Zvicra në Kosovë, nga Gjermania në Kosovë, nga Kosova në Gjermani dhe në Zvicër. Angel Mamutit lutem eja këtu dhe prezentoje biznesin tënd të mrekullueshëm që ke. Me duar trokitje, big up, bit të Jonas. Mikrofonin lutem. Ja i sekund të bidhe mikrofoni. Elena, mbaj në dorë, lutem mikrofonin, mos të ashtu. Mirëmbrëma krejtëve, unë jam Angel Mamuti, jam prej ardhe prej Kumanovës, punojmë në Kosovë, në Gjilan, jemi prej 99-ës, mirremi me transport, Gjermani, Zvicër, Kosovë dhe anas Jaltas në këto 3 shtete, funksionojmë qështë është prej vitit 99, transport parcial dhe të plot. Pse M-Transporti është një prej kompanive që funksionon pak më shpejt ndoshta se kompani tjera, tërheqja e mallit, pranimi nëse është në mënyrë të rregullt, garantojmë për transportin, për dëmtimet, për çdo send që ndodh gjatë rrugës, nëse dorëzohet dhe malli është i dëmtuar, reklamacioni pranohet në mënyrë automatike edhe mundohemi me bë një kompenzim për materialin, domethënë mënyrë transportit ose mënyrë qysh klienti ndahet i kënaqur me neve dhe aty mbyllet cikli i rrugës tonë.
Këto janë pak a shumë disa fjalë për kompaninë tonë. Shpresoj që ndonjënit për juve ndoshta ju vjen e rënë, edhe bashkëpunojmë edhe shpresojmë që kena mundar këtë kënaqshëm. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit, suksese. Eduard Rokitje. Fatil, ke mundësi të bashkëpunosh me Bab, qëta mbon? Gëzohë shumë o mirë. Bab, kismet prej sotit, kom të gëzohë dhe ma shpesh. Se flamuri babën e gëzon, brenda sekondave paret në telefon ja qon. I bas, shoku yt. Ka dal një rrugë. Në kthesën e parë është një derë. Jo qaja, as e dyta, as e treta, po një manalt. Qaja derë ka me të ndru jetën. Ki me kon i lumëtën. Kam me ta pas lakmi. Me pas motiv për jetë. Kime fitu gjithmonë. Kërkush nuk ka me ta prish qefin. E para, jo, e dyta, e treta kja, po? Ozon Hair Clinic, buzëqeshja e jetës.